Mirëmëngjesi, dhe të shikues të kanë, dëgjues të Radio Skan në 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes, i cili në kundërshtim me ditën e djeshme të dhënë është yll. Ka dalë shumë i bukur, ndryshe nga dje, temperatura sot rriten me 1 gradë dhe kryesisht ka përqen diell, po ka për të patur edhe ca re, po nuk parashikohet të ketë shi. Jemi në valën e rritjes temperaturave tani e tutje, kështu që me kismet se nuk i dihet, po e themi gjatë. Të dashur miq, ne sot jemi e premte, data është 30 maj 2025, e eksakte ora 7 pa pak sekonda, dhe si çdo mëngjesit e mos harroni dhe nxitoni shumë miq në orën parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Cila është tema për ditën e sotme? Do flasim sot për divorcin, por është në parim, nuk është është në rast konkret. Dhe pyetja është, në një divorc, kush vuan më shumë? 2 pika. Prindrit apo fëmijët? Kaq thjesht është pyetja, por që mbart nga të dy anët goxha argumenta. Jepni tuajt, dhe mjafton që t'jeni të bindur. 069 40 41 003. Pra, në një divorc, kush vuan më shumë? Bëhet fjalë për prindrit apo për fëmijët? Okej, mirë, sigurisht. Në këtë mëngjes të tillë nuk ishte si mos fillonte kjo kënga. Dhe së bashku me kafe në vasa që duhet ta keni dhe mirë është ta keni, për që juar ditën, japim kësaj dite ngjyrat që duam vet. Mirë, telefonata në mëngjesi. Mirëmëngjes, Saldo. Kush jeni Kristi? Dhurata nga Durrësi. Me dhurata si jeti, mirë? Mirë, jam mirë. Sa mirë. Sa për temën. Aha. Është një temë shumë e goditur. Po mirë. Por prindri nuk vuan sa vuan fëmia. Faturën e pagun fëmia më dirë. Mirë. E qartë, pagu, po tani varet. Jo gjithmonë them. 80% të rasteve e ka paguar fëmia. 20% mund të jetë. Jo, po flasim kush vuan më shumë. Fëmia vuan. Okej. Fëmia vuan. Ky është mendimi im. Mirë, më do të falenderoj shumë për telefonatën. Telefonata mëngjesi. Mirëmëngjes ato. Kush jeni nga Prishti? Jam Agimi nga Vlora. Gjimçamo, si jeti? Mirë juve. Mirë, më bukur ti vet? Mirë, jashtë ty mirë shumë. Më thuaj. Për temën ato. Urdhra. Mendimi im është sa janë fëmijët e vegjël e vuajnë fëmijët. Kur rriten fëmijët, se qefin fare e vuajnë prindrit. E qartë. Mendimi, gjithmonë mendimi, pa diskutim, respektoj shumë. Mirë vëlla, falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit mirë. Shëndetë mbarsi, gjithë të mira. Mirë, meqense e hapëm sëndukun. Të dashur miq, një tjetër këngë. Ju kujtoj gjithëve që mund të vijoni për të prenotuar në 069 40 41 003, ndërkohë që ora fikse është 7:07. Rikthehemi në malë sa vite ku bëjnë nami gjithandej me këtë këngën. Telefonata në mëngjesi. Mëngjes, Ardoeni jam. E njësie? Mirë, juve si keni qenë? Mirë, se unë vjekë çdo mëngjes. Kemi kohë që nuk kemi kontaktuar bashkë, por ja kur u lidhëm përsëri. Për temën, Aldo, desha si juriste që jam dhe juriste vjetër, jam marrë me shumë zgjidhje martese gjatë gjithë periudhës time të punës. Kur prishet familja, të dy palët, si prindët dhe fëmijët dëmtohen. Po, ajo dihet. Por goditjen e parë e marrin prindërit. Po pra, zgjidhja e martesës. Se do të njerëzit pavarësisht nga pyetja shkojnë në fund. Po, goditjen e parë e marrin ata. Pastaj si bashkëshorti dhe bashkëshortja, mbasi bëjnë atë veprimin e parë që zgjidhin martesë, mendojnë pastaj për fëmijët. Dhe këtu fillon ajo goditja që marrin një çik edhe fëmijët tash, sepse prindërit mund të bëjnë lidhje të tjera martese. Ndoshta. Mund të lindin fëmijë të tjerë. Dhe këtu fillojnë pastaj problemet për fëmijët. Domethënë nga zgjidhja, nga lidhja e parë e martesës. Çfarë mendoj unë? Pra ti thu që vujtjen më të madhe e kanë
Në fillim e kanë prindërit që shkatrojnë familjen, se është vështirë dhe shkatrimi familjes, por më mirë një fundit mërshëm sa një të merë pa fund, kur nuk shkon. Po pastaj goditjen e marrin fëmijët, por me rritjen e fëmijët, pastaj zbehet ajo vujtje. Varet si rriten. Po, koptohet, varet si rriten. Shumë mendoj unë. Shto dhe këtu dhe njerëzit që i frynë vesh. Mos harro dhe këtë. Patjetër, pastaj peripecit e rrugës. Allah tezja daja. Janë unë, se nuk është as koha, as vëndja, as mundësia, unë se jam 20 vjetë që jam avokate dhe rastet janë më, nuk di që të regoj. E da shumë falenderoj shumë të telefonatën. Shumë falenderit dhe ju për të kafoj. Shëndet e mbarësi. Telefonatën e mëgjesi. Mëgjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Vjolca nga Italia. Si e Vjolca, Mirja? Mirë, falenderoj. Më thuaj Vjolca. Aldo, për punën e kësaj teme që ke vendosur ti, avokatja e ka mirë me atë anën e çiftit e njëri tjetrën, po unë them 100% që vun fëmia, edhe këtë kam personale nga jeta e bashkëshortit tim, që është hedhë si top plastiku se nuk e deshte as nana e as babai. Shkojnë ndurt e gjithë njerëzve e mjaftueshme që njëri nuk e mbante, tjetri se mbante, e përfundoi gjithë jetën. Rasti nuk i ngjan. Vuan më shumë fëmija. E kuptoj, vuan më shumë fëmija. Mirë, më do të falenderoj shumë për telefonatën, edhe një telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Kush jeni nga Prishtinë? Negji nga Korça. Mi Negji. A për temën, prindi vuan dënimin e tyre, gabimin e tyre, por më shumë e vuan fëmija. Më shumë fëmija, po pse? Po, normale që fëmija e vuan pasojat e prindit. Ato e vuan dhe e jema prindit, apo jati? Gabimet e tyre që kanë berë, po më shumë vuajnë fëmijët. Sa ti e quan gabim, divorci është gabim. Nuk di gjanë, mirë. Okej, mirë, në regull. Me zotin Nika jemi, urdhroni zotëri. Mirëmëngjes, Aldo, përshëndetje të gjithë dhe drejt për drejt në ekranin e televizionit Klan. Jemi nga rruga e Kavajës, është e vërteta, ku Eurometri katror këtu kap stratosferën, gjithashtu edhe dhënia e banesave me qeras, është e vërteta, i gjithë një e më shumë një nga zonat meditare në Kruqit. Ç'është e vërteta, Aldo, këtu kemi shumë pemë pa punë, shumë jeshqelik dhe gjelbrim në të njëjtën kohë, por në fakt shqyqyj që kemi të trungjet e pemëve, pasi shërbejnë si një reklamim i mirë apo edhe një kërkim në fakt kur diçka humbet, konkretisht ditën e djeshme një gjysh i vjetër është gjetur fal pemëve, që është e vërteta, sepse fotoja e tij ishte shpallur kudo nga familjarët e vet. Prej 24 orë që është e vërteta nuk ishte humbur për shkak të arteriosklerozës, por që është e vërteta gjetur pa humbur kohë, teksa foto e ka qenë afishuar në pemë së bashku me numrin e familjarëve dhe ky zotëri është kthyer në strehën e familjes vet. Diçka tjetër, në thënë të vërtetën, një zonjë shqiptare, një anvis grua zonjë, ka mbetur e befastuar dhe e tmerruar në të njëjtën kohë gjatë blerjeve në një market të vogëlagjet, biçi marketi mund themi, kur ka shkuar në shtëpi, ka dashur me përgatit, kishte bler sallam, që është e vërteta, një X lloj sallami, s'ka rëndësi, kur e ka hapur për t'u gatuar fëmijëve, që është e vërtetë, ka mbetur e zhgënjur pasi ka gjetur qime pa pastërti disa kohë. Okej, mirë, na shpive që mëngjes. 069 40 41 003. Me që hapëm sundukun, e hapim tamam. Kush e mban mend këtë këngë? Dangerous. E telefonatën, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Sofia nga Italia. Po, Sofia, urdhro. U them se prindrit e vuajnë më shumë. E vuajnë ata që danë më shumë. Prindrit, pse nuk është e lehtë të shkatërrohet një familje dhe nuk e dinë se këta prindër çfarë tram ka të marrën. Çfarë kanë? Si mund psikologjikisht, ekonomikisht, gjithësi vinë bashkë. Ndërsa fëmija dal
më fal Aldo se s'ka gjë, kam edhe kohës, po okay, qartë. Bërese me gjuhën në shqipje për këtë. S'ka problem. Fëmija dal kur rriten, ata rriten me një dashuri të prindërve, nuk është e thënë se u ndan e nuk takohen me prindrit. Pero vuajtjen më të madhe është tek prindrit. E kuptoj. Mirë. E qartë. Mirë, motër. Shumë faleminderit për telefonatën. Telefonat tjetër mëngjesi. Mëngjesi, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Rovi nga Italia. Mirë, Rovi. Tani, të dyja palët, Aldo, nuk është e lehtë një divorc, të dyja palët vuajnë, po një qik më tepër për mendimin tim prindrit. Ti thua prindrit, jo fëmijët? Prindrit i qik më tepër. Sepse, si do t'i rritëshim bashkë, nuk është i soj, Aldo. Si t'i rritësh vetëm. E fillojnë problemet, jeta është e gjatë. E qartë. Pra ti thua që janë prindrit më tepër se kalamajt. Prindrit pak më tepër. E kuptova. Mirë, Gjan, falenderoj shumë për telefonata. Okej, të mundohemi të mos përsërisim, domethënë në argumenta një tjetrin, po mundët, 069 40 41 003, ora është fiks 7:25 minuta. Telefonata e mëngjesi. Ado mëngjesi, ado. Kush jeni nga Prishtinë? Shkëlqimi jam nga Dora. Po, ti më urdhëro. Mirë, për çiftin ore. Ata të dy do ndanë se kush e ka gabimin të njëri tjetrit, po më tepër këtu e dikush janë në kuris këtu fëmijët e shkret. Po fëmijët e shkret, dakord. Po prindit e prindërve? Edhe prindit nuk kuptohet fare. Po prindit e vafër, se sot këta çiftet e reja janë edhe pa shtëpi, edhe me qera, edhe ku do vjen ata fëmijët e vegjël, kush do iris ata fëmijët e vegjël të vaprit. E qartë. Mirë, falenderoj shumë për telefonatën. Edhe një tjetër, telefonata e mëngjesi. Mëngjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Lola nga Tirana. Lola. Ja, për këtë temën e sotme, Aldo. Jo, është bërë shumë e modës. Është bërë e modës. Shumë çifte po ndahen. Edhe unë, mendimi im personal, para bje me një familje ku ka dhe gjyshe. Se kuptova, do të thënë, prindit apo fëmijët? Kush e vuan? Po, bara bje në një familje ku ka dhe gjyshe, që ju vjen keq për nipin, për mbesën. Një qartë. Më shumë se për djalin që ndahet në grua. Asa nuk i dihet gjana, po, varet. Po. Në këtë mes, i këtim është dhe fëmia, që fëmia i vogël i mbajnë më të gjitha në ta. Qartë. Mirë, më do të falenderoj shumë për telefonatën, nduroj gjithë të mirat, ndërkohë të dashuri që ora është fiks 7:30, i bie të kemi shumë pak momente e publicitet për të rikthyer përsëri në studio, nuk vonohemi. Okej, mirë shumë. 069 40 41 003, telefonata e mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Jam Onore nga Gjirokastra. Edhe një në falë, kush je? Onore nga Gjirokastra. Onore? Nga Gjirokastra. Si dukesh? Përshëndetje, urdhëro. Përsa për këtë temës, mendimi im është që të dy e vuajnë. Ajo pa diskutim. Në qofse çifti kanë inteligjencë dhe ngelen prindër, fëmijët do mjekojnë shumë më shpejt. Kurse prindrit e meritojnë ta vuajnë, se vetë kanë krijuar. E meritojnë. Tani do të thonë nuk është se duan ata, po varet edhe nga muhabeti. Gjithsesi. Ata janë shkaktare, fëmijët mund të ndryjnë fëmijët në frishën e tyre? Ha diskutim. O ba nuk i pëlqen mami ndaj, bëhet ky muhabet. E qartë. Uroj shëndet, ishe kënaqësi. Shëndet e mbarsi, rrofsh e gjosh. Po mirë. 069 40 41 003. Dhe shijojni këtë orë të mëngjesit që është orë e vyer. Sidomos kur keni përpara kafe në Lavazza. Edo Robi. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam një person pa rëndësi, me të thonë emrin. Po pse një person në problem ka pa rëndësi ka? Nuk ta them emrin. Po dush. Si dush ti, pa problem fare. Telefonata e mëngjesi. Më thoni. Okej, jemi në Vlorë. Figurë. Mirëmëngjesi Aldo nga Vlora, si që shë me një motë gri sot në Vlorë. Por që
Po që është ta mëmë si ko londineze ose ai momenti ku me zingrihesh ka gjumi, nuk e di, është një kohë që është pak e turbut do ta themi. Po që varet si fleore. Mire, varet dhe si fle, por gjithsesi nuk na pengon domethënë për të marrë apo për të afërshuar në zgjidhjen e këtyre problematikave tona. Ne kemi edhe tema e divorceve sot. Si është puna? Një grua i kërkon bashkëshortit të saj, i kërkon divorcin. Po, domethënë në shoqërinë e saj jo është nuk është shprehur shumë bashkëshortja e zotërisë, thjesht është ka thënë që ne po ndajemi për arsye mos përputhje karakteri, domethënë. Por në fakt zonja, domethënë pas një deklarate që ka dhënë në gjykat, ka thënë që zotëria është pak qefli alkooli, por e bukur ashtu se nuk në momentin që pi, domethënë nuk është se ma ka varur shumë kohët e fundit, domethënë, nuk është familjar me pak fjalë. Dhe më mirë thjesht i kërkoi divorcin, por përveç saj është edhe diçka tjetër, si gjithmonë ka një por, që zonja ka krijuar një lidhje të re, domethënë, se normale zotëria nuk nuk e shef. Cili ka variantin e vet? Mirë, se cili ka variantin e vet, cili do thotë do mbroj veten e tij, as të bëhet fjalë, por që zonja thotë më mirë ja kam thënë unë se sa ta marri vesh në tjerët që unë kam dikë tjetër. Iku tjetër? Ndërsa dy djem janë zënë me njëri tjetrin, por do duket disi e çuditshme kjo, se po në faktin ka ndodhur vërtet kur janë zënë për të paguar. Domethënë janë ulur për të konsumuar një drek përmjet njëri tjetrit dhe janë zënë me një për e bukur ashtu se njëri prej tyre e ka ftuar disa herë dhe në fakt ka paguar tjetri, jo ai që e ka ftuar. Dhe aty kanë filluar ato thashë themen, ja ai më ftoi edhe pagova unë, e tjera. Edhe kështu që ka nisur ai debati, domethënë kush e kush pagonte që mos dëgjonte ato. Tamam, muhabet burror, qartë. E drejt. Dërsa një lajm tjetër i fundit Aldo, ku një djalë ka debatuar me një polic për arsye se ditën e dieshme kanë qenë pak e ngarkuar, domethënë qarkullimi rrugor në Vlorë. Dhe e bukra është këtu se në momentin që e ka dashur për të shkuar në shtëpi, fatkeqësisht rruga ishte bllokuar, po në debate sipër kanë arritur edhe të ofendohen me njëri tjetrin, mirë po djali me që ishte shpejt, nuk ishte ku të shkonte, domethënë, është shpreha që është shpejt që tani do vesh në shtëpi edhe kanë bërë një xhiro andej nga ana e policisë për një sjarim të vogël dhe më pas e kanë thuar vetë çunat me fugojnë e policisë deri te shtëpia. Urime për emisionin. Okej, vijoj. 069 40 41 003. Mirë, me telefonatën më mëngjesi. Nadia mirë, kush jeni nga Prishtinë? Arben Shkodër, për Londër. Po, bën urdhëro. Atëherë, për mendimin tim, fëmijët janë ata që e vujnë më shumë. Ti thu fëmijët? Po, për arsye se çdo familje ka rutinën e vet. Domethënë, fëmijët mësojnë me një lloj jetese. Kjo gjë shumë prej dëshirave tyne, më thonë, fillojnë edhe hupin, nuk i kanë më. Atëherë ata e vujnë këtë gjë, ata janë mësuar me një lloj mënyrë jetese tek kështu tashmë ata do të duhen me përballë, për shembull, nuk munden me bë këtë gjë, nuk munden me bë këtë gjë tjetër, nuk mund. Edhe fillojnë të thonë, po pse s'munden, atëherë nuk arrin me kuptu se jeta tyne ka ndryshuar tashmë. Edhe varet ndryshojnë përgjithmonë. Po, më thonë, momenti i divorcit është moment shumë i vështirë. E marrë vesh. Mirë, vlla. Kurse të rritënit vazhdojnë jetën e tyre. Po më ndryshe, po më ba. Është më ndryshe, janë më... Pa diskutim. Mirë, vlla, falenderoj shumë telefonatën. Telefonata e mëngjesi. Alo, mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Unë nga Tirana. A mondo? Unë do të flas për një rastin konkret. Momentalisht e kanë vujt prind. Prind e mi. Kurse goca për shembull ka qenë vogël, 1 vjeç e gjys. Kurse tuni ishte në klasë të 7. Gjetja fëmijët shumë të gjyshi e të gjyshi. E qartë, po nëse në momentin e parë, ju më shumë apo kalamajt? Apo s'mëshim me gjëra? Jo, unë e mora me sportivitet. Për të mirë nuk isha fajtor. Qartë. Edhe kanë vujt shumë baba dhe nona, për shembull, e kanë vujt shumë keq. Se kanë pas datë shumë. Mirë, valla. Falenderoj shumë për telefonatën. Rrofsh edhe një telefonat tjetër, mirëmëngjesi.
Alda me mëgjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Qemali nga Durrësi, po të tregoj drejt emrin. Po. Kam nevojë du një njeri për martesë, më tepër jam 66 vjeç, rast se ka mundësi. Me ma bo kaq nerë. Jo, ndër të bëna që do të marri, se ne kemi të ndorë. Po mirë. Një nevojshare, unë jam pensionist, faktikisht, por edhe punoj. Drejt latmoj, jam mëruje, punoj këshu, i natë po, i natë jo, dhe jam kam shpinë time, gjitha. Me kalu jetën se më ka vdek gruja ka i një vit. Po Kalamajt ku i ke? Kalamajt i kam jashtë. Ka një. Kam njëllë vetëm. E kuptoj. Shumë e ikë. Do më bëj kapsat buk, se s'kam buk, një fjallë, s'm bëj vetë, s'm gatu. E marrësh. Mirë, pa. Kam ra për të shtekut, për të halë. E kuptoj, nëse ka një person merë vetë. Falenderoj, po. Po mori themi. Falenderoj. Hajde jetë mirë atë. Halli këtu njata, hallit nuk i ngja. Okej, vjojmë rëta shumiq 069-221-003. Telefonata mëngjesi. Mëngjes, telefonata. Edhe një thirrje, telefonata mëngjesi. Nga mëngjesi. Po, kush jeni nga Prishtinë? Unë nga Maqedonia, kërkojmë kohët, kam vdekur grupe. Edhe një herë, vlla? Jam nga Maqedonia. Po të stante kush? Dëgo, të stante kush je? Nuk dhe dhe mirë. Një vlla, pa merak. Se ka marrë 3 rrje. Provojmë tjetrën. Telefonata e mëngjesi. Mi mëngjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Oli nga Pjeri. Po, Oli. Mendimi im është që më shumë e vuajnë fëmijët. Se ne kemi një të keqe, kur ndajmi, do me thënë, dy bashortët, përdorim fëmijën karem, nuk e lem fëmijën. Edhe nga babi, edhe nga mami, se kemi bërë të dy. Edhe ndjen shumë fëmija, e trajtojmë si lodër fëmijën. E ke, doan, nga të bëron ky argument? Nga jo që kemi parë në ndarje. Ku i ke parë, mi zemra? Po këtu, të njerëzit tamë. Të fisi? Po. E kuptova. Edhe përdorim fëmijën, s'duhet përdorë fëmija. Unë qëlloj në rast, po në përgjithësi... Jo, e përdorin, Aldo, e përdorin. Në rregull. Po bindem. Faleminderit për telefonatën, Rrofshi qofsh. Ja te kemi në Durrës. Hami goce. Mirëmëngjesi, Aldo, mirëmëngjesi nga qyteti i Durrësit. E sot diell, po na frym pak herë. Po tani. Atëherë, Aldo, po nis me informacionet e sotme, ku kemi të bëjmë në fakt me 3 divorce, ku një është shkak tradhtia dhe 2 të tjerë shkak bëhet dhuna. Pra, ndërsa për tradhtin mora vesh që bashkëshorti pra ka qenë shkaktari i kësaj divorci, pasi e ka tradhtuar me shoqen e saj të ngushtë. Pra kjo ka qenë arsyeja. Ndërsa dhuna më ka qenë e shpesh në familje derisa nuk është duruar më dhe arritën deri në këtë pikë. Okej, tjetër? Një rast tjetër, Aldo, kemi të bëjmë në fakt me një zotëri që po ese me shpejtësi në lagjen e tij me makinë dhe aty ka dalë një fëmijë me skuter, ku e ka përplasur, por që fatmirësisht nuk ka ndodhur me e keqja, por është dëmtuar, pra ka pasur disa fraktura, është dëmtuar djali dhe me njëri ka dhënë binën e shpejt ku ka çuar me njëherë në spital. E kuptoj, në spital. Pra mos ecë në përlagje shpejt, Aldo, sepse ja se si ndodh. Një tjetër që pastaj, Aldo, kemi të bëjmë me 2 të rinj, ku janë zënë me njëri tjetrin në fakt, por shkak me sa mora vesh unë, merren të dy me lëndë narkotike. Pra, borxh njëri tjetri diçka tillë, do me lëndë narkotike apo lekë kështu me radhë, domethënë si të bëhen këto rumujrat midis tyre, por që ja që kanë përfunduar në shere sipër ku kanë pasur mjete prerëse me vete dhe njëri prej tyre pra është lënduar me këtë. Iko dhe kjo. Një rast tjetër, Aldo, ka të bëj për sa i përket taksistëve, ku zihen për vendet, edhe pse domethënë ata të vjetrit kanë vendet e tyre, ja që del me një i ri, edhe kështu që me ngushtë kërkon të vi aty, por që do zgjidhet kjo gjë sepse nuk e di ku i marrin lejet edhe kështu me radhë, ku duhet të qëndrojnë. Nuk kam shumë informacion, por kaq mora vesh. Një tjetër që pastaj, Aldo, ka të bëj për sa i përket një vajze 16 vjeçare, ku i ka marrë makinën babait të saj dhe ndërkohë po 16 vjeçë i ka marrë makinën, duke qenë se është me kamio automatike dhe i ka thënë që po bëj xhiro këtu para pallatit, i ka thënë po bëj xhiro para pallatit dhe ndërkohë ka dalë në qytet Aldo me shoqet e saj ku ka mbushur full makinën. Dhe
Po, dhe si e çmendur pra vraponte në për qytet me rrotat e makinës. Një sa më një qaf. Po, prandaj e thasë që mund të merrte dhe dikë më qaf, që baballarët apo mamat nuk do të japin çelsat. E qartë. Tjetër, ke zemra? Okej, ta të moralin. Një tjetër gjë pastaj, Aldo ka të bëjë për sa i përket punonjësve të bashkisë që janë këta në Lulishte, ku e neglizhojnë pak punën. Pra, mund të dalin një xhiro sa firmosin aty edhe bëjnë sikur po punojnë, po ndërkohë gjithë ditën e tyre e shfrytëzojnë të lirë për punët. Po ç'ne, po ja që ka rast Aldo. Po që janë pikasë, po jo sepse që po e them unë e kanë bërë rrugë të përditshme. Do mund të punoj 2-3 herë në muaj. I ke folti ke thënë? Unë që dëgjova i kam folë, po të shi. Mirë, në rregull. Paktën mos ta heqin nga puna, po të punoj. Po çfarë ta mbajnë? Që është ai orari. Po pikërisht, këtë e thash edhe unë, që të vënë mend se mund të ketë edhe të tjerë. Që ne nuk i dim. Iko. Ke mami apo këto kishe? Kështu Aldo, këto kisha në Paris, pastaj të tjera të japin lajmet. Okej. Hajde pra, suksese në jetë edhe më gjarë. Vjoj miq, 069 20 41 003. Të branda një mëgjesi. Alu një mëgjes. Ku shini nga flisni? Leta nga Shjaku. Mami Leta. Mirë, tani, sa për temën Aldo, më shumë e vuajnë fëmijët. Ti thua fëmijët? Po, pse do thua ti? Fëmijët i nuk kuptojnë ku është, ku nuk funksionon ke prindrit. A është baba, si nuk merret vesh prindrit e vet, pak rëndësi ka. Ato janë top futbolli. Aldo, rënke nona, rënke baba. Nuk e ndjen dashurinë prindërore në familje. Për këdheljen e babës, për këdheljen e nonës. Do ta çosh këtu, do ta çosh atje. Është shumë e vështirë Aldo. E vështirë. Po pra, është shumë e vështirë, janë të vegjël, nuk kuptojnë, nuk dinë se çfarë dush ti fis. Kështu babi, kështu. Pastaj vini janë zemër Aldo, nuk i kanë atë dashurinë prindërore, kanë urrëtie për njëri tjetrin edhe fëmijë. Po varet nga rasti aty. Janë me raste tralla në Ulë, janë raste tralla. Nuk janë si në përballë që janë raste tralla. E marrë vesh. Ne e dim pak më shumë se na kanë ndalë, po ngjojmë për ditë. Ne nuk e pranojmë kurrë ndarjen. E qartë. Krijojmë ato problemet shumë, nuk e di që gjithçka vjen nga fëmia, harroje. Domethënë ndoshta fajin e shoh të tjetri. Jo të vetja. Gjithë problemi, po, gjithë problemi është fëmia që e përjeton gjithsa. E qartë. Shkon në shkollë, shkon kopësh, vjen baba, vjen nona, baba s'është, vjen këto, vjen ato, janë shumë probleme. E qartë. Po, mirë, më keq. Rroftë të drejt, të uroj gjithë të mirë. Faleminderit. Ndërkohë, ora është 8:03 minuta, e bie kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio, nuk vonohemi fare. Mirë shumë. Ja të kemi dashumiq në sheshin Nën Tereza me një të ftuar në studio, është ka lidhje, domethënë gjithë kjo intervistë ka lidhje me një prej eventeve që pritet në fakt të ndodhë në shtator në Shqipëri, po që qeveria shqiptare ka vite që është marrë me këtë punë, edhe pikërisht ne të ftuar në studio kemi Daniel Pirushin, është drejtori e Agjencisë Zonave të Mbrojtura. E dashur, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aldo. Falenderoj shumë për ftesën. Edhe të flasim për lumin i Vjosa në pikë të mëngjesit. Domethënë, shumë njerëz ndoshta e kanë dëgjuar nëpërmjet portaleve apo çiku doli mbrojtja i aktori i Hollywoodit e tjerë. Po kanë qenë lajme kështu të copëzuara sa ndej këtej, pa i kushtuar 100% ndoshta rëndësi lumit, sikundër se e theksoni dhe juve, lumit më të fundit të egër në Europë. Ky është vërtet lumi i fundit më i egër? Nuk do të ndaloja te kjo pyetje parë, por se po kapim pas termave. Është një lum i vërtet i veçantë, dhe vlera unikale në fakt. Kjo e njohur dhe ndërkombëtarisht tani më. Dhe në fakt ka qenë presioni dhe më duhet të bëj një kronologji të vogël, edhe për t'i dhënë një lloj respekti dhe për të nominuar paksa ato gjithë kontributorët. Por të sqaruar dhe njerëzit njëkohësisht, Daniel Pirushi është shefja që ka bërë dosjen. Komplet, kështu që o i dini ju, ose di njeri. Për ta sqaruar, jam përfaqësuesja e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe përfaqësoj ekipin e tërë, sepse nuk bëhet nga një njeri. Dakor. E qartë. Megjithatë, jeni marrë deri në detaj, domethënë me çdo copës letre të parandësishme për ne, po që ka të bëjë shumë në këto instancat ku në UNESCO e kujtën se çfarë. Tani, pyetja është, domethënë, çfarë do thotë konkretisht ky rekomandim që pritet të miratohet në shtator
për luginën e Vjosës dhe për Shqipërinë? Aldo, do më lejosh të bëj vetëm një përshkrim të shkurtër të gjithë rrugtimin që ka bërë Vjosa. Vjosa si park kombëtar fillimisht dhe më pas edhe si një vlerë e shtuar ndërkombëtare. Në fakt, angazhimet dhe siç të thash do doja të citoja në gjithë kronologjinë që do përmend të gjithë kontributorët. Në fakt do doja të citoja që ka 10 vite që po flitet për Vjosën, 10 vite që po angazhohemi për Vjosën. Kjo nga ekspert kombëtar, ndërkombëtar, aktivist shqiptar të mjedisit, të cilët kanë bërë vërtet një përpjekje gjigande për të ndërgjegjësuar komunitetin, për të ndërgjegjësuar shtetin, për të ndërgjegjësuar dhe vetë administratën. Më duhet të ndaloj pak të bëj dhe një përshkrim të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura si institucioni shëndror i krijuar për të mbrojtur dhe për të tuteluar këto vlera unikale mjedisore natyrore. Ne jemi krijuar përpara 10 viteve dhe fiks në këtë moment ka arritur dhe një lloj maturimi dhe ndërgjegjësimi, le të themi, komuniteti dhe ekspertët të flisnin dhe të krijonin projektet e tyre me angazhimet e tyre për të lobuar, le të themi, dhe ndërkombëtarisht. Dhe ka shërbyer shumë që ky lum të njihet, siç edhe ju e përmendët, me emra të njohur të Hollywoodit që e morën kauzën dhe e çuan përpara dhe fituan të dyja palët nga ky emër, nuk e di kush fiton më shumë. Në rast fiton Vjosa. Eksakt. Fiton Vjosa. Tamam fiton Shqipëria, domethënë në kuptimin që por në këtë moment ndoshta edhe DiCaprio ka fituar shumë, por nuk do të diskutimi. Dakor. E di çfarë të themi që unë më tepër personalisht të lum e kam njohur në mjet Zamos. Zamos i merret me këto kanoet. Nuk e kisha parashikuar ta përmendja, por po, janë nga këta kontributorët e heshtur. Ata pasionuar që i bëjnë shumë reklame. Brezi jone ka mësuar në gjeografi lumi Vjosa dhe punë e madhe, çështje shkolle, ke parasysh? Eksakt. Ndërkohë që prit se pas ka gjëra. Bota, ore të marr rastin e Turqisë. Turqia fiton para pafund në turizëm me lloj-lloj prrenjsh apo element edhe të sajuar që kanë ndërtuar edhe vet. Pra çdo gjë është e shtrenjtë. A thotë çfarë bën? Ndërkohë që ti ke një lum këtu, mund ta bësh ndash kanohen, ndash turizmin, mund bësh çdo gjë, nëse, se po flasun më shumë. Po më pëlqen ndërhyrja juaj. Çfarë është një rezervat biosfere si mas UNESCO-s dhe çfarë kriteresh duhet përmbush një zonë? Fjala vjen pse është Vjosa dhe nuk është fjala vjen Drini. Fjala vjen, ha? Më duhet të rimarr përsëri diskutimin duke bërë kronologjinë të rëndësishme se për të qenë në biosferë rezerve, më parë duhet të jetë një park kombëtar dhe të ketë vlera kombëtare dhe më pastaj të rriten shkallët e mbrojtjes si lejerat që bashkërendojnë, le të themi, të gjithë ekosistemin për ta mbrojtur në mënyrë sa më tërësore. Në vitin 2022, Ministria e Kumbarë dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në drejtimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit mori për herë të parë tutelën e lumit Vjosa me luginën e Vjosës dhe me një nga degët tributare të saj të Drinos dhe uri në mbrojtje fillimisht si park natyror. Me njëherë, duke parë të gjithë trysninë, e thash edhe njëherë dhe përmenda dhe gjithë ndihmën e shkencëtarëve, ekspertëve, mjedisorëve, aktivistëve që lobonin edhe më fort për ta ruajtur, për t'i dhënë sa më shumë tutele për ta siguruar këtë park unikal dhe më pas mund të flasim për disa numra speciesh, habitate që e tregojnë vlerën unikale, përveç bukurive të pa diskutueshme dhe fakti që është ruajtur, e tuteluar, e pa shqetësuar, le të themi, ky ekosistem si rrallë herë dhe lumen që ju përmendët pak më lart. Më pas me njërë në vitin 2023, neve arritëm të përgatisim dosjen për të çuar në Këshillin e Ministrave për të arritur shkallën e mbrojtjes dhe në atë vit, për herë të parë, Vjosa mori statusin e parkut kombëtar si kategoria më e lartë e parqeve në vendin tonë. Kjo le të themi edhe sipas standardeve të legjislacionit shqiptar, po dhe Unionit Ndërkombëtar për mbrojtjen e natyrës. Dhe ky ishte një moment shumë i rëndësishëm dhe ishte pikërisht momenti, një muaj përpara se ne të kishim çuar dosjen në Këshillin e Ministrave, ishte dhe takimi fillestar kur ministra Kumbaro pati në Shqipëri me drejtoreshën e përgjithshme të UNESCO dhe dy zonja të rëndësishme në këtë fushë shtërënguan duart dhe aty dakordsuan që po, Vjosa e meriton të bëhet një biosferë, një rajon biosfere rezervë. Ajo e meritonte për vlerat që transmetonte, për angazhimin që kishte vetë komuniteti, se kjo është një nga pikat kryesore që Aldo më pas do dua edhe ta përmend. Dhe ishte një angazhim pa dyshim nga lart poshtë, por dhe nga poshtë lart. Dhe më kupton kur e them. Të gjithë e duan, no? Të gjithë e duan. Vjosën dhe të gjithë njerëzirazi kënaqen me këtë lajm kaq të bukur. Tani, sa kohë zgjat një proces aplikimi se njerëzit kujtojnë, do të thonë kujtojnë se është si një Albania që shtyp atë dhe mbaron. Tani,
Dhe sa janë përfshirë, se kur thua njerëz, do të thënë institucione, sa janë përfshirë në gjithë histori? E kam vështirë të flas për data, për periudha, sepse e gjithë dosja në momentin kur nisëm të shkruajmë sipas standardeve të tyre dhe rekomandimeve të tyre, bazuar dhe në misionet e shumta që patëm në një kohë shumë të shkurtër në verën dhe pranverën e vitit 24, përpara se neve të dorëzonim me dosje, i gjithë materiali që ishte përgatitur për lumin Vjosa si park kombëtar shërbeu i gjithë informacioni për të le të themi për të përmbushur të gjitha detyrimet që kishim dhe me UNESCO ndërkombëtarisht. Kështu që është një proces që ka filluar të paktën prej 3-4 vitesh, megjithatë angazhimi filloi me takimin e dy drejtoreshës dhe ministres në shkurt të vitit 23. Dhe këtë mund ta mbaj si një datë të parë që një angazhim zyrtar për të çuar përpara këtë. Ky vendim pritet të hyjë në fuqinë shtator. Tani çfarë do ndodhi konkretisht deri në shtator? Jemi qershor pas nesër dhe cilat janë hapat e parë mbas këtij fuqi? Shkurtimisht, Aldo, shtatori i vitit të kaluar ka qenë momenti i parë kur ishte dorëzimi i dosjes së nominimit nga ana e palës shqiptare, nga shteti shqiptar, sepse që iniciative jona, siç edhe e tha. Ky është momenti i dytë dhe prandaj është shumë i rëndësishëm ku patim një konfirmim dhe një filtr të detajuar të këshillave të tyre të UNESCO-s, se si vlerësuan të gjitha kapitujt dhe të gjitha detyrimet ligjore që shteti ka. Më duhet ta përmend sepse këtu mund të krenohet administrata jonë, administrata e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, që nuk pati asnjë koment. Kjo ishte një nga krenaritë e mia personale, sepse treguam që kemi standardin, kemi arritur dhe ne të maturojmë, dhe të kemi mundësi të jo vetëm që të kemi ambicje për të aplikuar, por edhe për të bërë një dosje të mirë. Që do të thotë që do ketë një plan. Shtatori tjetër është një mbledhje, unë e quaj shumë formale për të festuar. Është mbyllje muhabet. Unë gjykoj që është një. Që do të thotë, do ketë një plan menaxhimi të ri për luginën e Vjosës? Kjo është nga pyetjet më të bukura që ma bëjnë dhe janë njerëz që realisht kanë lexuar për këtë, kështu që faleminderit shumë që edhe e njeh ma drejton. Ndodh me këdo, pra në rastin konkret. Normal, merr status të ri dhe sigurisht s'mund të jetë si më parë, apo jo? Nuk mund të jetë si më parë. Në fakt një nga kriteret kryesore që UNESCO kishte, pavarësisht se baza dhe thelbi me të cilën ne mund të shpallim një rajon biosfere, është që duhet të jetë një park kombëtar. Por kushti kryesor i biosferës zerosisht që të kishte një emër të ri, një identitet të ri, një sipërfaqe, një territor shumë më të madh se ai i parkut kombëtar, dhe këtu më duhet edhe të jap disa shifra. Por duhet të funksiononte, sepse parimet dhe qëllimet me të cilat shpallet kjo kategori e veçantë ndërkombëtare ka të tjera nga ajo e parkut kombëtar. Padyshim që baza është ruajtja e ekosistemit natyrar në mënyrë të pashqetësuar, por plani i menaxhimit padyshim është një tjetër dokument. Ne sapo kemi përfunduar planin e integruar të menaxhimit për Vjosën si park kombëtar dhe tani do fillojmë punën me njëherë pas shtatorit për të hartuar planin e menaxhimit si rajon i biosferës. Keni shembuj nga mund të merrni në botë, sigurisht që ka, po? Aldo, më duhet mos jem modeste në këtë rast, por ne mund të jemi një shembull për paqet e tjera. Shqipëria ka bërë një rrugtim të mrekullueshëm dhe administrata jonë, unë e përmend ai një administratë që ka 10 vite jetë, por administrata e 3 viteve të fundit ka bërë hapa galopant, duke vendosur standarde, duke vendosur angazhime serioze dhe duke rritur sipërfaqen e territorit të zonave të mbrojtura nga 16% që e gjetëm në vitin përpara 10 viteve, sot numërojmë 21.76% të gjithë territorit të zonave të mbrojtura. Dhe kjo do të thotë menaxhim, ruajtje dhe administrim. Kështu që është një përpjekje shumë e madhe dhe ne vetë jemi kthyer në një shtet që ka vëmendjen e vendeve të tjera, nuk po themi që jemi ekselentë, por përpjekjet janë vërtet. Pyetja është duke u bërë kjo, domethënë kjo puna e Vjosës, dhe duke pas parasysh shprehjen Oreksi vjet duke ngrënë. Pra, domethënë si pritet të ndikojë ky status në politikat e tjera mjedisore të Shqipërisë. Pra, për vendet se Shqipëria ka mashallah goxha pika, apo jo? Në fakt gjithmonë duke pas parasysh Oreksi vjet duke ngrënë. Pra, e mbaruam të iku Vjosa. Okej, e kemi në xhep në një farë mënyrë. Tjetër kë kemi.
Çfarë s'ka thuaj? Çfarë s'ka? Kemi 12 parqe kombëtare, kemi 24 parqe natyrore, kemi 10 peizazhe të mbrojtura, kemi 724 monumente natyre, kështu që ku ti bësh gishtin për mua janë vërtet asete me tipare të ndryshme të llojeve, specieve, habitateve të cilave nuk mund t'i ndaj. Po që duhen do e mbo. Por nuk është kjo rrugtimi, Aldo. Ka rrugtime të ndryshme dhe ka filozofi të ndryshme si duhet trajtuar një park. Dhe më lër të përmend edhe një lajm që jo shumë është promovuar. Në fakt neve vitin e kaluar patëm një rishikim të ligjit të zonave të mbrojtura, ndjes që janë pak formale, por po mundojmë të jenë shumë e thjeshtë dhe e kuptueshme në mënyrë që të kuptohet çfarë ndodhi me Vjosën, sepse u bë përsëri Vjosa pika kryesore dhe modeli mbi të cilën neve ndërtuam një filozofi të tërë. Pasi e shpallëm park kombëtar, pasi nominuam, bëm gati dosjen për nominimin dhe kandiduam për rajon biosferë rezerve. Neve ndërtuam tek Vjosa modelin e parë unikal në Shqipëri, që nuk e kishin, dhe kjo fal edhe ndryshimeve në legjislacionin e zonave të mbrojtura që të përmenda, që të krijojë zyra e parkut kombëtar. Dhe u dha dritë jeshile të gjitha parqeve kombëtare, siç e përmenda 12 parqeve, përmend këtu Alpet, Butrin, Tindi, Djakën, Dajtin. Karabastan, se do kam qenë. Po, të gjitha parqet mund ta kenë këtë mundësi në varësi të vrapit të tyre të administratave të tyre, se unë kam një flot prej 400 vetash në gjithë territorin e Shqipërisë, kam 12 drejtori rajonale, në varësi të performancës së këtyre administratave, të gjitha parqet kombëtare mund të kenë këtë rrugtim, një rrugtim akoma më të mirë, sepse janë parqe që janë akoma më të vjetër, me më shumë informacion, me më shumë vlera, dhe pse jo dhe të njohur. Është qartë. Kështu që zyra e administrimit të parkut kombëtar të Vjosës është një nga arritet më të mëdha që ka bërë kjo administratë në vitet e fundit, dhe kjo fal edhe ndryshimeve ligjore. Me pa fjalë larg po i thua administratës lëvizni nëse doni. Ja them gjithkohës, në fakt sfidoj. Po shaka. Pra, mund ta themi me plot gojën tani në fund që ky është një hap i rëndësishëm drejt promovimit të Shqipërisë si destinacion por ekoturizëm. Po, është e vërtet, Aldo, neve në fakt si administrat gjithmonë hasemi ndërmjet turizmit dhe mjedisi, turizmi promovon, zhvillon, neve konservojmë, po këto vlerat i konservojmë, po në mënyrë të qëndrueshme. Konflikt i madh ky. Është konflikt shumë i madh. Hajde gjej balancën. Besoj kemi arritur që të gjejmë ekuilibrin me vështirësitë tona, faktikisht drejtohet nga dy portofolë të ndryshme nga një person i vetëm, e bën pak më të lehtë të shtrojë linjat dhe politikat e saj. Po problemi është që që fut ky koncept, domethënë ky mentalitet, le të themi, pavarësisht që ka një zyrë, ka një kështu etj, sepse të vjen plasja më motor kur shikon që në Turqi të merr ai tjetër 5 euro për të treguar një mur që unë se di nëse është e vërtetë apo jo, po edhe i sajojnë. Domethënë gjejnë lloj mënyrash, po duhet shfrytzuar gjithmonë të shkuarën, kaluarën apo gjën me demek unikale për të, s'po them për të rrije për turistët, po për të marrë para. Ne, kur i kemi me gjithmonë, se mos i evidentojmë, se mos i mbrojmë. Kjo është gjithë selbi kësaj gjëje. Se mora Turqinë, po s'ka rëndësi, në botë. Në mos qofshin, ose jofshin. E orientojmë kështu, le të themi, padyshim vlerat nuk diskutohen. Ky ekosistem nuk e përmend Ardo, ky ekosistem nuk është vetëm vlerë natyrore, ka edhe vlerë kulturore, ka vlera njerëzish aty. Programi Njeriu dhe Biosfera ka, që nga titulli është aq i bukur dhe aq përfshirës, ka në parim të vendosë një ekuilibër shkencor dhe një marrëdhënie ndërmjet komuniteteve lokale dhe natyrës dhe vlerave për t'i shfrytzuar, nëse mund ta themi, për t'i përdorur ato në mënyrë të qëndrueshme që të vinë në favor. Ne po ndërtojmë markën, komunitetet kanë shumë të lehtë të shesin më pas, prandaj kjo është një sfidë e hapur për gjithë komunitetet atje. Dhe më beso, Aldo, gjatë rrugtimit ton për të shkruar dosjen, një nga vështirësitë e mëdha ishte të dizenjonim zonimin dhe nënzonimin brenda zonës biosferë rezervës. Por padyshim ishin 3 faza të ndryshme dhe duhet të jap disa numra. Sot rajoni biosferës ka një sipërfaqe rreth 330.000 hektar. Ndërkohë parku kombëtar është vetëm 12.7 hektar. Do të thotë që kjo rezervë, ky filtr tjetër mbrojtjes ndërkombëtare tani më i jep mundësinë parkut kombëtar ta shfrytëzojë dhe si një buffer zone, por edhe si një zonë tranzitore, si realera që ka biosferë rezerva, për të mundur të adjustojë marrëdhënien ndërmjet komunitetit dhe ekosistemit në njëkohësisht për të ruajtur atë që është zemra e parkut, po dhe zemra e biosferës. Do të bëj një pyetje që në fakt do ta bëjmë në fillim, po merr dëzor. Ç'është biosfera?
Mundoha ta them, është një program shkencor i UNESCO-s, e krijuar që në vitin 1971, numërojnë 701 parqe rajone të biosferës, ku parimi është njeriu dhe biosfera dhe ndërtojnë marrëdhënie ndërmjet ekonomisë dhe pjesës sociale. Kjo e thënë me pak fjalë dhe... Po e thoja, po për tjerë, qa është kjo më Aldo, në fakt, ne dhe komplet... Jo gjithë njerëzit e dinë, më kupton? Ne në fakt komplet si administratim i frymëzuar, sepse dhe për një shkollë... Për ju është bërë zakonshme tani, është shkret normale. Është bërë zakonshme, por... Bëjmë sigur e kuptojmë kot, për ta pyesëm tamam çfarë është, kështu që... Ne në fakt jemi frymëzuar shumë edhe nga ky raport dhe nga ky emër dhe kjo propagandë, po edhe kjo filozofi e këtij programi dhe në fakt këtë vit neve kemi shpallur sepse kemi pasur gjithmonë historikun që çdo vit të shpallim një fabulë të themi të cilit bazohet gjithë programi jon dhe këtë vit neve kemi shpallur si viti i njeriu dhe natyrës apasionuar dhe frymëzuar nga kjo filozofi. Më mirë, është mua me pasioni është kjo, kam përshtypjen që kjo puna jon bëhet pasion. Se thonë jo lekë jo kështu. Okej, ka të bëjë edhe fondet sigurisht kanë të bëjnë, po që po s'isha e grinte e gara ajo kështu, sikur s'lëviz gjëja. Çfarë të them se po ma nxjerr nga fundi i shpirtit. Përpara 3 vitesh numëronim X të ardhurar që gjeneroheshin nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtura, sot që flasim, unë e kam 4 fishuar me administratën time, me kontroll, me rigorozitet, duke promovuar këto pikat kryesore. Po. Kështu që ka dhe tentativat administratës të orientuara padyshim në finansa dhe në finansat të qëndrueshme brenda administratës tonë. Demran, po ishe portac, s'ka fond që të lëviz nga vendi për atë punë. Megjithatë, kjo themi që tani urime. Shumë faleminderit. Te shtatori ja ku është erdhi, domethënë. Është vërtet. Dhe shpresojmë të kemi habere të tjera sa më të mira të tilla, sepse i bëjnë nder jo vendit, jo, gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë për këtë dritare, Aldo. Edhe, çfarë thotë? Kur të doni. Shumë të fala dhe Mirelës Kutakove dhe gjithë të mirat dhe miratçi prap. Me foto, me video, me çfarë keni. Okej, Zemra, faleminderit dhe përshëndetje për gjithë kolegët tu, gjithë stafin. Shumë faleminderit, Aldo. Vijojmë. Shumë ora është 8:33 minuta. Të dashur miq që vijoni për të prenotuar në 069 40 41 003. Bjet kemi shumë pak momente e publicitet për të rikthyer përsëri në studio. Nuk vonohemi. Mirë shumë me telefonatën vijojmë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Fisni? Jam Pulmi nga Vlora. Pulmi, si duket filla mirja? Mirë, si e një mirëni. Qa bërë ti mirë? Këto tematike fantastike, i ke njërën më të bukur nga tjetërat për ditë. Temat për ditë shumë male? Po, kjo tema sot, kjo është nga më delikatet, që edhe në Vlorë, po përgojë shumë, se në Vlora i vetë një qytet që doli me shumë divorce. Jo, më varë, se nuk është se, mos flasi pasaj për Tiranën, që ke pa fund, po. Jo, po flasë për Vlorën, këtu ku jetoj. Edhe Shkodra ka jo pak, edhe Korça ka jo pak. Ore, gjdo tema vlashe në nësishme. Gjdo tema është delikate, varet si e shikon. Se duhet parë të kanët, ha? Jo, nese, kjo tema është në qikë më delikate nga të tjera, pëse se djetë që të gjithë cikletin e kam të mitës. Me gjithatë më falë, me gjithatë dhe të mëdhenjë të eqin më tepër ciklet. Më të vaj? Nuk të thasë, ne në moshën tonë ishin shumë të vështira, po sot janë bërë të leta fare këto gjera. Për në dhe nuk, po të temë është nga temët më të bukura. Ore, të them një temë të tjetër? Po dhe? Një nën që punon 3 punë dhe që më shumë në kohë që kalon në punë dhe më pak kalon në shtëpi. Quhet nën e mirë apo nën e keqe? Jo nën e mirë, po nën heroinë. Mirë, dakord. Pra, që kalon shumë pak kohë me fëmijët. Po, nën heroinë, pse sa ajo për ata fëmijë punon 3 punë njerë. E qartë, mirë. Edhe në këtë rast... Po, mua betë më temë, I vetën që duhet ta vlerësoj duhet jetë bashkëshorti. Po mirë. Në rregull. Mirë. I dashur të falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit, mirë pafshim edhe. Gjithë të mirat. Dhe erdhi momenti që të gjithë pa diskutime zi e presin kur del Armani yni Myzeqes. Me 4 kg të hequra nga njëta datë e muajit kaluar.
Arman, si e mo? Mirë më gjithë nga përdo që ato. Sa ke rënë? Unë jam mirë. Sa ke rënë sot? Unë jam mirë. Sa kam rënë. Sigurisht nuk është e bëja bilancë për ditë, po mund të jetë tek 1-2 kg që gjys 3. Ka shumë me dje? Jo me dje, jo. Po marr për gjithë muajin në burtën. Vetëm bësh pikje që të biesh aq shumë për një ditë, se normalisht edhe sikur të doja nuk i bën mirë organizmit, kështu që duhet përshtasim edhe organizmin, jo vetëm ç'a duam ne. Po bravo. Ç'a bëjnë që me mirë, po thoya pra që mëse që është kthyer mirë sot, por ka dhe disa nga ata që janë kthyer pak keq, se ka ndodhur me një çift, të cilët janë ngrindur në orët e para të mëngjesit, dhe ndiqeshin ulërimet nga shtëpia e tyre, sepse mendonte zotëria që bashkëshortja i kishte shitur celularin. Në fakt, zotërisë i kishte rënë celularin në makinë dhe i ishte fikur nga bateria, dhe kur e gjeti orët e para të mëngjesit, aty i kërkoi falje bashkëshortes, por ishte e kot sepse normalisht që lapte gjumë jo vetëm bashkëshorten, por edhe fëmijët. Po pse shkoi mendja e ka shit bashkëshortja? Por nga që bashkëshortja pinte dhe cigare, për momentin ishin dhe prasin në vështirësi ekonomike. Arman, më pëlqen shumë kur fjalia fillon me fjalën por. Por dhe po thua pra që duke qenë se bashkëshortja ishte duanpirëse dhe për momentin kishin pak krizë ekonomike, siç po thoja, dhe normalisht nga kjo mendoj që e shiti për të blerë cigare, sepse normalisht që është e vështirë që të rishpaton për ata që mësojnë. Normalisht. Mirë po, bashkëshortja se kishte bërë këtë gjë. Kjo tregon që çifti ka besim në njëri tjetrin, apo jo? Po, besim të madh. Tjetër. Tjetër kemi një lajm i cili ka të bëjë me një 20 vjeçare, e cila është flindur me të dashurin e saj, sepse nuk ka pranuar ky i fundit që të prezantohet me familjarët e vajzës. Sepse vajza ka dashur që ta prezantojë të dashurin me familjarët e saj, ta bëjë më serioze lidhjen që kanë, sepse kishin një kohë të konsiderueshme sipas tyre, edhe ai nuk ka pranuar. Mirë po vajza është acaruar nga kjo gjë dhe ka thënë ose ti do të vazhdosh me mua, normalisht duhet të prezantohesh me familjarët e mi ose në skulur. Lidhja ishte e mjaftueshme deri këtu. Mirë po, gjendje tjetër kemi një lajm fakt i cili ka të bëjë me dy zonja, të cilat janë ngrindur me njëra tjetrën për çështjen e disa kukullave vezë dhe disa borxheve të vogla që kishin, sepse një zonë kishte kohë që rrinte në imigrim dhe në momentin që u kthye vajti tek zonja tjetër për të marrë vezë. Mirë po, zonja i tha, do t'jap vezët, por do m'japësh edhe lekët e borxhit që pate për të më dhënë më herët, dhe të bashkë me vezët, tha, rritet çmimi i tyre. Mirë po, zonja ka bërë sikur s'ka mbajtur mend dhe ka ironizuar, domethënë faktin e zonjës, se tha që ti mendon që unë jam emigrim dhe kam lekët me tas, dhe ti për këtë gjë po më akuzon. Mirë po, zonja ja shpjegoi me datë edhe me orë kur ja ka marrë, në fakt e ditë. Mirë po, nuk ka pranuar dhe aty janë ngrindur me njëra tjetrën derisa ka marrë vezët, ja ka thyer dhe nuk i ka dhënë as parat të cilat aty ishte në merrte. Dgjoj, 30 maj sot, çka kujtoni dhe festoni në 30 maj? Sot në fakt si ditë ngrohtë që është, mos festojmë 40 vjetorin e këngëtares së mirënjohur shqiptare Miriam Cani. Çfarë është kjo një? Kush është këngëtarja Miriam Cani? Po, ç'e ju mendon? Po, duke qenë se shumë brezat, pak në brezi im në fillim kur filloi që të bënte ato këngët bashkë me Albanin apo ato këngët vetëm. Normalisht që ishte le të themi domethënë ajo koha e adoleshentë. Dhe çfarë do bëni ju, domethënë, si keni menduar ta festoni? Kemi menduar ta festojmë me fruta të thata dhe me pak verë të bardhë. Po sepse është, domethënë, duket si një gjë e shishme e këndshme, po dhe romantike disi. Domethënë duke përshtatur pak natyrës së saj, që është domethënë e brisht, e qetë. Edhe pse jo, domethënë edhe me këtë kohë, kështu që nuk është shumë e ngrohtë, normalisht që përshtatet më të shumë, ti mendoj unë. Do mlidheni shumë veta? Nuk e di, me thënë të drejtën, unë e kam hapur pak si gjë, që thashë, se jo, gjithë java ka qenë shi me kështu gjëre, dhe këtë bëjmë diçka ndryshe dhe diçka. Po mirë, na çoj një foto atëherë nga festimet. Mirë? Po patjetër, pse jo. Në momentin që do mblidhen. Okej.
mbajni mend për nesër, do na sjellë Armani foto nga festimet. Mirë shumë, Arman, suksese në jetë edhe më gjarë. Mirë shumë, ja të kemi në Shkodër. Zemra mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Aldo, mirëmëngjesi gjithëve. Edhe Shkodra është zgjuar si kjo kënga në fakt, sepse po, me shumë ritëm, me shumë lëvizje në orët e para të mëngjesit dhe sigurisht me njerëz që nuk është se vrapojnë, si që ndodhë për shumë në përbot për shkuar në vërpun, avash, shangulli kam, kodë dhe ki. Në fakt është kënë ndryshimi i madhë që ne shohim për shumë një jashtë, gjithë në mëngjesja duke vrapuar për të kap trenin, për të kap autobusin dhe për të kap orarin e punës, ndërsa këtu janë ka shavash, ta që thua se s'do shkoj njëri në punë. Përgjithsisht situata ka qenë e qetë dje në qytetin e Shkodrës, nuk është se kemi patur raste për të mbajtur mend. E vetmja gjë që kemi pak problem gjatë këtyre ditëve janë rrugët e papastruara, të cilat nga që jemi mësuar me pastërtinë. Po, e keni vështirë ta përjetoni. Edhe kemi vështirë ta përjetojmë kur janë rrugët e papastra, apo kur ka kazan me dorina është papastruar. Ju i boni vetë. Vetë i boni pise, vetë qajnë. Po, sigurisht që vetë. Me gjitha ato më shqetësuese në fakt, janë ato shishet e birës, apo këto gjëra që... Po, mos pini ka i shumë, zemra pse pini ka i shumë? Mirë që pim, po dhe i thejmë pastaj në rrugë, duke krijuar ato copëzat e xhamit, të cilat sigurisht që mund të... Për fëmijët janë problem, po. Një pyetje për biosferën kam unë. Domethënë gjithë me tualete publike si jeni me banjën publike? Keni apo hiç? Kjo Lulishta për shembull është një banjë shumë e mirë publike. Po, se lind pyetja, gjithë ato birra ku shkojnë? Po, në për Lulishte, në për Pem, prandaj edhe kemi këtë lloj. Prandaj gjithë shi. Po, kjo për shembull kjo zona ku jemi ne këtu është pak a shumë një banjo e dytë. Për momentin e pushim, po. Për momentin, ka ata momente që kalojnë aktivizohet nga dreka e tutje, po. Dhe tani akoma s'ka filluar tamam me birat, janë tek ajo tekja e parë e rakisë dhe ja mban. Është për nxemje, po. Është për nxemje dhe pastaj kalojnë tek birat, të cilat normalisht do dalin diku. Po nga që ne në nuk kemi. Logjikisht duhet bëhesh gati zemra për 10 ditën e parë të qershorit që kjo zonë do të mbetë pastër, do të përdorur si banjë publike, që të jetë mirë sepse ka vërtet goxha vap. Që kjo përkthehet ose në shumë birra gjatë natës ose shumë ujë dhe sigurisht. Është vërtet. Dhe pastaj na merr mendja. Pra shtohet gjelbërimi, biodiversiteti. Shtohet gjelbërimi, po, shtohet gjelbërimi. Ha mirë. Dhe ne pastaj jemi gjelbërimi, mami dhe i papi. Dore. Shiheni pak tu qershorin, si ka përqen qershori. Këtu, nuk e di. Tire. Do dalin edhe 5 qershi e ndoshta se. Ja, pritse është një parashikimi i qershorit ku thuhet që me kismet, domethënë deri nga data 10, ja u e ke. Deri nga data 10 jemi mirë, të nxehtë. Pastaj shiko si bie me 11. Ja. Prapë edhe një herë. Tu, shiva. Tu data 10 bie me 11 në nivelin mesatar. Kështu që nëse të hënën e marrin vesh se të hënën do kemi një nga të motit. Do orientohemi tamam pastaj edhe. Po, mi zemrat. Orientohesh që kemi atë punë. Po mi. Po, edhe diçka të fundit në fakt se mos ta lëm kulturën pas dore, se po merremi me merremi me përgatitjet e festivalit të fëmijëve i 63-ti në radhë, domethënë, kështu që edhe ky është një tjetër moment i rëndësishëm sepse do vinë fëmijë nga gjithë Shqipëria dhe më gjerë për të marrë pjesë në këtë festival që është traditë e qytetit tonë, historik. Dhe një mrekulli. Po, një mrekulli e vërtet. Dhe sigurisht për ta mbyllur pastaj, po bëhemi gati edhe për ekspozitat e fundjavës. Mos e keni varë fare aty, ha. Të cilat kanë patur ato përgatitjet e tyre edhe gjatë javës, me thënë të drejtën, ndërsa në fundjavë pritet të kemi një bum prezantimesh të librave me poezi, të cilat janë të tipit unë të dua, po ti s'më do, kështu gjërash, pra që prende. Dhe me sa duket do t'jetë një fundjavë shumë roman. Me qenë se ma kujtove këtë festivalin e fëmijëve, shime qa do e mbyllim, zemra. Me qa këngë do e mbyllim që t'i kujtojmë të gjithë familjen e tyre. Do t'a dëgjojmë me kujdes.
Ashtu dhe? Ja, cercheremo di imparare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Të dashur miq, mbyllim programin për ditën e sotme duke ju uruar gjithëve shëndet, marsi, dëgjojmë e shikojmë sërish nesër me kismet në 7 pa minutë. Tong tong.